Territori i Kosovës për datën 12 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të ftohta, por të qëndrueshme ajrore duke sjellë mod kryesisht të kthjellët me intervale vranësirash të izoluara. Paraditja do të sjellë kthjellime në shumë zona ndërsa pasditja vranësira të lehta dhe të shpërndara. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 10 gradë Celsius në disa zona të ulta. Era do të fryjë nga drejtimi verilindje me shpejtësi 1 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 12 dhjetor 2025 pritet të jetë rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 12 dhjetor do të jetë në orën 6:49 ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 9 gradë Celsius. Podujev 0 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 2 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë 1 deri në 6 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 6 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 6 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 9 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 7 gradë Celsius.